Ashtu si në vëllimin e parë të titulluar Forca e Mendimit, edhe në vëllimin pasues Forca e Mendimit 2, shkrimtari Mark Zadea nga Shkodra, por me banim prej mbi 3 dekadash në Gjermani, ka botuar 3000 sentenca filozofike. Ky vëllim u promovua të shtunën në bibliotekën Marin Barleti në Shkodër, ku pati një pjesëmarrje të gjerë në ndjekje të këtij aktiviteti. Studiosi Gjovalin Çuni, i cili drejtoi dhe promovimin, theksoi në fjalën e tij se në këto sentenca gjen veten secili dhe shoqëria jonë në tërësi, ato të nxisin të reflektosh dhe të bëhesh me i qartë në vizionin për shumë zhvillime politike shoqërore, ndërsa vetë Zadea u shpreh. Në këtë libër, Forca e Mendimit numër 2 është një libër me 3000 sentenca të ndryshme, ku parathanjen e saj e ka bërë një nga filozofët më të mëdha që njeh sa Gjermania, Erika Nelore Euler. Unë nuk e njoh personalisht, po aja kur më ka parë në portal atje, ka dhënë mendimin që a mund të baj unë parathanjen tuaj. Unë me kënaqësi pa njoft atë, nëpërmes përkthyesit tim, kam dhënë pohimin që ajo ta shkruaj. Edhe aty qëndron një parathanje që për mua është shumë me vlerë. Zadea tha se krijimtaria e tij në Gjermani e renditur tashmë në 8 libra, ka fituar gjithnjë vlerësime dhe për këtë ai ndihet krenar. Në librat që janë pranuar në Bibliotekën Nacionale Gjermane, që ndodhet në Leipzig, aty janë pranuar edhe 5 libra tjerë, gjë që mund të them me mburrje, po edhe pak modest, them që asnjë nga shqiptarët deri më sot nuk kanë futur 5 libra në Bibliotekën Nacionale Gjermane. Mendimet filozofike të Zades shprehen në tërësi në të gjitha drejtimet mbi njeriu, i cili mbetet një nga objektet kryesore të hullumtimeve dhe formimeve të tij filozofike, ka shkruar në parathënie filozofia gjermane Hannelore Euler.